Jam nga komuna i Stogut, fshatin Kovrag. Jetoj me burrin, me 2 fëmijë edhe vjerin. Se kom bo maze gjyze këto, që 4 muje jam të qute qumshti vita, se i kam fëmijën e vogël, po më do të me shku mu merë edhe me fëmijë pak ma shumë. Më morë edhe me Bektëri, kam kopshtin, kam këto senet. Normal që ki edhe investime, ki jo me mjellë grurin, në kolomoqin, e këto kosite, me këto tana jenë edhe këto jenë dhe investime të sajna. Ama përfitimi është shumë i mirë. Do vështërsi kem pasë, u dash kemi blim mjetët, e nuk i kishim të gjitha. U dash kemi shqit një vjeq për me blim një kosë, u dash kemi shqit një tjetër vjeq për me blim një grabuj, adesa s'kem pas investime për tjetër kuj. Pak hek normal, ki livizje ma shumë, ka lopë që të shtinë edhe ledhatimin me pas shumë atë mirë. T'jepin edhe relax në shpirt ta vitën. Kam fitim, po kam edhe shpirtnisht e du këtë punë. Ku me lo po merësh, hala. Qka arë puna jote, këshirë bëse po, dash lopjen lanë, me ane, kështu adin, kem pas para gjikime shumë, po si kom ngu, se kam fitimin. Edhe kam knasin po më merë me to, që ajo është pyetja parë. Kam përkraje nga familja, ma shumë, kam përkraje pi burri, pi vjeri, pi familjes ma shumë, se tash edhe e kam po edhe familjarë, se duhet këtë femna me ecë për para. Latofrizën që kam fitu është hera parë që kam fitu, se asë një herë s'kom fitu kur gjë pi asë komune, asë pi qeverie, asë pi donacionet tjetër kuj, asë kur gjë hecë. Hera parë që kam fitu, edhe shumë jam knaqim, e kom një faktësie shumë të mirë se unë përdu me arrit ata që përdu. Pe fitoj diçka, për me mujtën me arrit ata që unë e mendoj në menën tem, në trunin tem. Kjo ndështë është fillimi, ndështë kam hala fitime, se dihet.